Emra të vjetër që rikthehen sërish në vëmendjen e transferimeve për Interin, dhe këtu e kam fjalën për Chalobah, i cili ishte përmendur edhe sezonet e kaluara për një kalim të mundshëm dhe interesim të mundshëm ke Interi, por tashmë duket se është diçka akoma më konkrete. Këtë e ka konfirmuar edhe Fabrizio Romano. Duket se pasi Interi ka stopuar ose më saktë ka hequr dorë, le të themi, nga Solet, kjo për arsye të paktën si e kanë prezantuar që nuk janë të bindur për kondicionin e tij fizik, flitet që ka një dëmtim serioz, edhe pse duket pak e çuditshme sepse vjeti ka zhvilluar pothuajse të gjitha ndeshjet me Udinesen. Megjithatë, duke qenë se Interi tashmë me sa duket ka hequr dorë nga Sole, gjithë vëmendja ka shkuar ke Chalobah, për cilin edhe Como kishte bërë një ofertë konkrete ndaj Chelsea, por me sa duket tashmë sikur kanë shkëmbyer vendet. Como po shkon drejt Sole dhe Interi për Chalobah. Gjithsesi mbetet ende për të konfirmuar. Në të njëjtën kohë është shprehur edhe interesi për Kalajli, lojtari që luan në Belgjik, lojtar me karakteristika shumë të mira, le të themi, patjetër për të zëvendësuar Dumfries, lojtar fashe, lojtar krau, lojtar shumë i shpejt me cilësi. Këtë vit në Champions League ka shënuar 3 gola. Kemi dhe konkurrencën e Napolit absolutisht për këtë lojtar. Dihet që Napoli ka bërë një ofertë konkrete për Kalajli rreth 25 milion euro. Akoma nuk mund të them e refuzuar, por duket sikur do jetë një garë kokë në kokë me Napolin për lojtarin Kalajli. Për sa i përket Curtis Jones, sapo ka refuzuar një ofertë ke Nottingham Forest dhe me sa duket, pavarësisht se Mercato ka të papritura, po me sa duket po vlerësohet shumë mundësia që ai të shkojë deri në skadencë dhe patjetër Interi mund ta marrë në janar Curtis Jones. Dhe duket se do i jepet një mundësi Stankovic, është pikërisht që ajo ka edhe unë preferoja, me thënë drejtën, të jepet një mundësi Stankovic dhe të shohim çfarë do ndodhi me Suçi që po bën një botror shumë të mirë, Çalhanoğlu që patjetër do ketë minuta më pak, Zielinski i rikonfirmuar, Barella etj. Por për momentin të paktën për repartin e mbrojtjes, pasi aty na duhet dhe kemi nevojë pas largimit edhe të veteranëve, le të themi, siç e thash, Chalobah dhe Kalajli. Këto janë dy emrat më të freskët dhe që Interi duket sikur ka një interes konkret. Më lini mendimin tuaj për Chalobah. Faktikisht unë kam ato dilemat e mia, që Chelsea nuk është se ka gjetur shumë hapësira, pavarësisht bëhet fjalë për një kampionat me specifika komplet tjera, ndoshta në Itali mund të bënte mirë. Preferenca ime do mbetej Solet, nuk dihet akoma arsyeja konkrete pse Interi ka ndaluar për Solet, siç e thash, e kanë prezantuar për një dyshim për aspektin fizik të tij. Megjithatë, le të shohim çfarë do ndodhi.